Si të zhdukni rrudhat sa hapën mbyll syt, kjo metodë do ju befasoj. Me kalimin e viteve të gjithë duam të dukemi të rinj dhe të bukur dhe sigurisht pa rrudha. Ky krem i realizuar në kushtet e shtëpisë është efektiv për të larguar rrudhat dhe për ta bërë lëkurën tuaj të duket më e re dhe e freskët. Përbërësit janë një lugë gjelle vaj ulliri, të kuqen e një veze, një lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle vazelin. Përgatitja: zbuteni vazelinën për disa minuta me ndihmën e avullit të ujit. Ky proces do të zgjas disa minuta. Më pas shtoni në vazelinë përbërësit e tjerë. Përzijeni të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë homogjene dhe kremi juaj është gati. Sipas preferencave është mirë që kremin ta ruani në frigorifer. Lyeni me të lëkurën duke i bërë masazh për të paktën 30 minuta dhe mund ta hiqni kremin me letër të lagur. Nevojitet më shumë se një orë që kremi të përthithet në lëkurë, ndaj keni parasysh që të lyeni fytyrën të paktën 2 orë përpara se ju të shkoni për të fjetur.